Se këtu në Shkup na i kanë bo botën sërbe, tash e kemi bo dhe në botën shqiptare, një farloj reciprociteti. Nana Terez është ikona e shqiptarisë. Si të themi mama? A di pse? Fjala imam është lajmtar, se ki informacion. Po, jo imam i muslimanve. Mos shikoni kisha e xhamia, feja e shqiptarit të shqiptaria. Kush dhe buri libër i shenjtë. Që do të thot edhe tekstet sot që i kanë Kuranit, në original i kanë prek, i kanë ndryshuar. Ne edhe sot i nderojmë hoxhallarët, ato na imponojmë fenë e turk. Kiblen, ku e ki kiblen? Nuk merrem atë punë. Kurani nuk ka zbrit muslimanve. Gabim është. Kur përmenet fjala Kur'an për herë të parë? Fjala Kur'an për herë të parë përmenet ka jeti 185 udhëzim për njerëzit, po thot për musliman, as për krishterë. Muslimanët e përfaqësojnë aktualisht atë? E qish ka me pas? Emër Allah, s'ka Allah në Kur'an Allah. Ki kuptim thëmë fjala ilah ka zbërthejet vetëm shqip. As hebraishtja së në zbërthen, as arabishtja e Vetëm gjuha shqipe thuhet. Por ata thamë se gjua shqipe, gjua Zotit. Nuk ka luft për Zot. Ka luft për ligjin e Zotit. Një fe, një gjuhë, një flamor, një kom. Se unë kur thamë s'ka namaz në Kur'an. Namaz. Automatikisht bie veprimi hoxhallarëve, se s'kan çka na don hoxhallarëve. Atë për çka janë, do të më qenë njerëz që mirën me çështjet varrimeve. Në të më gjenë një citat që Hazreti Muhamedi ka ndërtuar xhamia. Murin gjallë, sultani sot, mi po të minora atje, ka me thonë ku a janë, ku kanë bo turq këtë njerëz janë. Ne nuk kemi nevoj as për kish, as për xhami, se nuk mundet dikush që deri dje i ka çu në xhami për pjetë, shqiptaria s'ka të baj as me kish, as me xhami. Për Perandrinë Osmanit, parë që kanë punu në shërbime sekret janë hoxhallar. Ato vetëm e kanë ndrru kiblen, janë këti ka Beograd. Shefqet Karadziç që thotë kur s'ka pas fe shqiptare. Ma është kundër Kuranit, e kundër librit vetë, është që thirrët në ato, ai s'ka të bëj me atë libër, pa i thirrët në atë libër. Do vlla, je turq, e ki kiblen çabe, fol për çabe. E do ti çabe, fol për çabe po. Çka ki me shqiptarile, në rahat. Feja e shqiptarit të shqiptaria. Si? Hoxhallarët po kamuflohen në mund Turqi sa punën e bojnë për Serbi. A di që të hoxhallarët, me pas di që Kosova e fiton pavarësinë, me pas di që NATO me 18 shtetet kryqalive kanë mi mshu kryqit Svetisovës në Beograd, ato ta kishin bën një sin guerrille i shkandeshte me bë luftë gjatë viteve Shqiptarët me Sveti thonë. po dhe 97-98. Jakub Asipin e ki që e reklamon që u kanë luftë. Çfarë luftë Jakub Asipin? Kalifatin? Unë jam shqiptar, kible e kam Shqipnia. Kible ku e bëj rrotullimin në Shqipnia dhe shqiptaria ime. Ku shi përzuni ato shqiptar për Shkupin? Ku shi linçoj ato shqiptar për Shkupin? Organizimi i hoxhallarëve. Si thush je musliman, marrë, e ke punë. Unë e njoh as bukur, Kuranin e njoh. As zë nuk Më bëhet. mirë se Shefqet Karadziçi. Nuk diskaj se një fore as që referohet në Kur'an. Ju jeni më dishëm në ligjerim, shpjegim, zbërthim të Kuranit se sa molla Shefqet Karadziçi na internova për shkak. Diskutohet na imis një fore, hiç Kuranin në Mosovën. Na internova. Hiç fore s'ka lidhje me Kur'an ai. S'ka musliman Kur'an. Shkurt dhe shqip. Si të thoje jam musliman, unë e fshih. Besimi është besim, o siguri. Sigurinë unë e kum lidh te shqiptaria. Dhe më thonë, unë besoj te Zoti i shqiptar. Prandaj, muslimanizmi na ka bë dëm shumë. Feja e turkut na ka bë shumë dëm pasi ka ikë Perandëria Osmanit.